neve. Faleminderit shumë Lorik dhe gjithë stafit të kanalit 10, televizionit gazetarëve. Po du me u pajtu me Adrianin, unë kam qenë me Anglin, fatkeqësisht humbi, edhe mas minutës 56, realisht Anglia harroj me dalë në gjysmë fush dhe unë mbroj tërkohën deri i mur për 7 minuta 2 gola. Nuk është që njetë zhikëson të kush fiton, si mu si Adrianit, sepse nuk është që i dojmë këto ekipe shumë, por mes 2 ekipe mendoj që Spanja është më e fortë dhe e kam përshtypjen që ka me fitu 1-0. Po thua nga 2 të këqija? Nga 2 të këqija, që kjo Spanja mund të fitoj 1-0, mendoj që është ekip më kompakt, edhe kjo mendimi im, por jo që kemi ndonjë... Kjo mendim është në koordinim a pa koordinim, se edhe profat njëjtin? Kështu... Profa... Në koordinim me mu. Vetëm se ka një reagim nga zema, nga të vërtetë të kështë. Këta kanë një mendim uniform, njëni si të folë kanë krejt njëjtë, kështu mësi... Na, edhe folëm njëjtë edhe fitojmë njëjtë. Si të folë dhe jona... Këto pe i këty 2 ekipe fiton veç Albini. Kështu nëse e këshyru, ma edhe... Po veç Armend këta peqojnë mirë nërmje veti, do me thonë. Po për shta thash folën njëjtë. Kështu që unë mendoj që Spanja do të fitoj, nuk është që kam daj ndjenjë për njërëm nga këto ekipe, edhe pse Messin e dojmë si lojtar tashme numër 1 në botë, por Anglia na ka lanë pak, na ka piklu që ka hupë. Okej, faleminderit shumë Mef, kalojmë në mikrofonin të trimi pak, të flasim edhe se shohin